Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të rrëfehet në studio një zonjë 39 vjeçe, nëna e 3 fëmijëve. Nga 2 martesa të dështuara dhe nga dhuna barbare që ajo ka psuar nga 2 partnerët e saj, ditën e sotme nëna e 3 vajzave i ka humbur përfundimisht ato të treja. 2 vajzat më të mëdhaja janë e moshës 23 dhe 20 vjeç. Ne do flasim pak për marrëdhëniet e nënës me 2 vajzat më të mëdhaja, por vajza më e vogël vetëm 15 vjeçe është çuar në institucionin e fëmijëve për mbështetje sociale, pra në një jetimore, dhe do të flasim pas pak për kushtet në të cilat ndodhet kjo vajzë, duke qenë se përpara se të hynim në transmetimin tonë të drejt për drejt, kemi marrë të gjitha të dhënat se si ndjehet në institucion 15 vjeçarja. Nëna e saj, 39 vjeçarja, do shprehet pas pak në lidhje me 2 martesat e dështuara, me 2 partnerët, raportin që ka ajo sot me vajzat, por edhe ndjenjën e fajit se 2 prej vajzave, ajo që është 20 vjeç, ka qenë së bashku me motrën që është aktualisht 15 vjeç në institucion dhe në moshën 18 vjeçare, ajo e ka lënë institucionin. Po ku është ajo sot së bashku me të motrën më të madhe 23 vjeçare? A kanë ato një marrëdhënie me nënën? Ndjenja e fajit që përndjek këtë 39 vjeçare që shprehet drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Duke qenë se është një temë shumë sensitive edhe për publikun, por edhe për ne, do ruajmë anonimatin e plot, nuk do japim zonën nga telefonon zonja, nuk do japim emër dhe mbiemër të saj, nuk do identifikojmë asnjërin prej vajzave, por më shumë le të ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi me zërin e zonjës, por edhe me ndikimin e specialistëve tona. Historia që do të trajtojë ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një grua 39 vjeçare, nënë e 3 vajzave të moshave 23, 20 dhe 15 vjeç. Një rrëfim i dhimbshëm i mbushur me sprova dhe sakrifica, që nis me 2 martesa të dështuara dhe përfundon në një betejë të vazhdueshme. Nga martesa e para ajo ka 2 vajza, ndërsa nga e dyta një vajzë tjetër, por përtej numrave dhe viteve fshihet një realitet i vështirë. Dhuna dhe presioni psikologjik kanë qenë të pranishëm të dyja martesat, duke detyruar 39 vjeçaren të jap fund këtyre marrëdhënieve përmes divorcit. Plagët nuk mbarojnë këtu pasi pas divorcit të dytë, 2 vajzat e mitura u larguan nga nëna dhe u sistemuan në shtëpinë e fëmijës, në bazë të një konsensusi mes saj dhe institucionit përkatës, me shpresën se kjo do të ishte një zgjidhje e përkohshme, por koha kaloi dhe gjërat nuk shkuan siç ishte menduar. Sot njëra prej vajzave ka mbushur 18 vjeç dhe ka dalë nga shtëpia e fëmijës për të nisur jetën e saj, ndërsa vajza tjetër është vetëm 15 vjeç dhe ajo ndodhet aktualisht në shtëpinë e fëmijës Zyber Hallulli. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, përpara se të lidhemi edhe me zonjën, me mua në studio Gjeni Londo, avokatja jon. Përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jone e përhershme, përshëndetje, mirë se erdhe. Psikologe klinike, ndërkohë që unë shikoj që vazhdimisht je duke mbajtur shënime të përkatëse. Në fakt, neve e kemi filluar transmitimin, përpara se të hynim dhe të dëgjonim pak të zonjë, kemi marrë edhe mendimin e institucionit ku është vajza 15 vjeçe. E mira ishte që midis institucionit edhe nënës të kishte një ballafaqim qoftë edhe publik, duke mos prekur dhe asnjë nga duke mbetur në anonimat të plot dhe duke mos prekur interesin më të lartë të atij fëmie që vazhdon njëra prej vajzave të gjendet në këtë institucion. Ne do ta dëgjojmë edhe versionin e nënës. E mira ishte që të përballeshin, sepse nuk është hera e parë që institucione të tilla të kujdesit ndaj fëmijëve me probleme sociale të jenë ballafaquar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Mbaj mend vite më parë kemi pasur të ftuar në studio edhe ish drejtoreshën e jetimores së Durrësit, e cila në fakt pati një ballafaqim me prindërit dhe teksa u përballën dokumentat, aty zbuluam edhe skandalet që kanë ndodhur zakonisht në këto institucione, por nuk ndodh kështu në shtëpinë e fëmijës Zyber Hallulli. Dhe ti po mban shënimet përkatëse, ka të dhëna sensitive dosja, jo të gjithë dosjen ti mund ta kesh parë apo mund ta kesh konsultuar, por gjithsesi e ke një mendim tëndin.
Dhe kjo është ajo që ne duhet bëjmë transparent ditën e sotme. Gjithsesi, le ta dëgjojmë nënën, le të shprehet edhe ajo me atë breng që ka. Përshëndesim nënën drejt për së drejti në këto momente. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje, zonja Ivis, faleminderit. Faleminderit juve që keni pranuar të bëheni pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, duke na ndjekur nga aty ku jeni, patëm një komunikim të shkurtër përpara se të hynim në transmetim. Më erdhi mirë gjithçka që ti the, duhet ta them këtë gjë pasi na ke ndjekur dhe ke mësuar shumë gjëra nga emisioni Me Zemër të Hapur. Këtë më the pak çaste përpara se të hynim në transmetim, apo jo? Po. Më vjen mirë. Falenderoj shumë që bëra pjesë e emisionit tuaj, kam dashur edhe më përpara të bëhem pjesa e emisionit tuaj, po për shkak të opinionit, të bullizimit, sepse kam 3 vajza, jam nënë e 3 vajzave. Megjithatë, rregullat ne i treguam paraprakisht të dashur edhe në pranit e avokates edhe në pranit të psikologes, nuk do bëjmë publik as vendodhjen tuaj, as emrat e vajzave për të mos dhënë asnjë detaj në lidhje me to dhe për të ruajtur ato, pikërisht nga kjo që ju thatë. Po edhe për të ruajtur juve, se frika juaj më e madhe është që po të dilje në një media do bullizoshe dhe besoj se këtu nuk e gjem vetëm ti, por edhe shumë personazhe të tjerë të emisionit, por që janë pak edhe më të guximshëm se sa ty. Mirë, ndalojmë pak. Ti je 39 vjeçe. Po. Ke pasur 2 martesa në jetën tënde. Po. Do doja të dija në çfarë moshe ti je martuar herën e parë? Atëherë, unë vina një familje me shumë fëmijë nga familja e prindërve. Po. Jemi 7 fëmijë, 3 motra, 4 vëllezër, po familje divorcuar prej prindërshit, problemet e tyre që unë nuk dua që të flas për këtë pjesë, dhe isha e vogël, si çdo adoleshent në atë periudhë, u dashurova, mendoja se u dashurova me një djalë. Ndërkohë më mori për fat, isha në moshë të re, 16 vjeçë e kam bërë tek babai i fëmijëve. Dhe në 17 kam lindur vajzën e madhe. Po. Gjatë kësaj kohe u njohëm pak 2 muaj, familja e pranoi marrëdhënien time, edhe ndonjëm pak kohë, rreth 4-5 muaj, jo shumë gjatë për të njohur me njëri tjetrin, dhe që kështu vendosëm që të jetonim bashkë, të krijonim një familje. Pra, ti e njoh e vetë personin. Nuk dua ta prek problemet që kam pasur në familjen e origjinës, një familje me shumë fëmijë, 3 motra dhe 4 vëllezër, 7 fëmijë pra, dhe duke mos i prekur ato probleme, ne kuptojmë shpejtësinë tënde për t'u larguar nga shtëpia, sepse në moshën 16 vjeçare ke pasur shumë të drejtë, të dashuroshë, por nuk ishe pse të nxitoje, të lije një familje për të krijuar ti një familjen tënde, dhe do doja të të pyesja, a ishe gati ti në ato momente, jo vetëm të krijoj një familje, por edhe për t'u bërë nënë? Realisht nuk kam qenë gati, zonja Evis, sepse në atë moshë nuk di, nuk një veten, por sot në këtë moshë i kuptoj normalisht që ishte hapi nxituar, po për shkak të rrethanave, me shumë fëmijë, babai nuk e kishin prezent, edhe shumë situata të tjera, unë mendova se do gjeja diçka më të mirë, edhe kështu hapi nxituar, do të thosha unë sot. Pra, ju fëmijët të 7 qëndronit me nënën nga këta prindër të divorcuar, jo me babain, apo ca me babain, ca me nënën? Po, jo, të gjithë. Të gjithë me nënën? Po, na ka rritur nëna. Dhe në momentin që ti tregove familjes tënde, vëllezërve, motrave dhe nënës që e dashuruar me këtë person, besoj se ta miratuan, apo jo? Shumë me vështirësi e miratuan, sepse kishin mendime për diçka tjetër, arsimimin e gjitha me radhë. Qartë. Edhe... Qartë. Me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Si vijoj jetesa jote me këtë person? Sa zgjati? Më mbrapa ishte mirë, po dhe atje ku vajta gjeta, do më thënë, një diçka ndryshe nga familja time, shumë fëmijë, rreth ku ishte një fshat shumë në periferi të qytetit ku kam qenë atje. Edhe skamja ishte prezente në çdo kohë, megjithatë ne si të rinj menduam që të venim në qytetin tim të origjinës, aty kisha ndihmën e familjarëve të mi. Edhe gjatë kësaj periudhe erdhi dhe vajza në jetë. Po, babai
i vajzës, pati ndikim në familje tia, doni që ta menin afër e kështu gjëra të kësaj natyre, edhe punën e kishte të atile dhe filloi të konsumohet të alkool, do me thënë gjendja vështirësohet çdo ditë më shumë, derisa erdhi një moment, erdhi dhe vajza tjetër në jetë, po që nuk mund ta duroja sepse filloi të ushtronte dhunë, vinte me orë të vona natën në shtëpi, nuk tregonte kujdes për ne, për mua, për vajzat. Edhe unë vendosa pastaj që të iki te familja time, te nëna time. Atje nuk është se gjeta, si të ta them, popullorse, nuk gjeta fush me lule, vështirësira. Qartë, ndalojmë pak këtu përpara se ti të kaloje tek nëna, se vendimi për të larguar nga kjo martesë kishte pasoja, besoj, për ty, edhe emocionale, por edhe ekonomike, sociale, gjithçka. Në këtë martesë, sa qëndrove, se ti nga kjo martesë ke sjell dy vajza më të mëdha, 23 dhe 20 vjeç, apo jo? Po, qëndruam 6 vjetë. 6 vite. A ke pësuar ti ndonjë dhunë fizike apo emocionale në këtë martesë? Më falë, nuk e dëgjova. A ke pasur ti dhunë fizike, por edhe emocionale nga... Po. Shumë, madje dhe sot që flasim bashku, unë i kam, du me thënë, shënjat në trup, edhe kanë pasuar edhe për më mbrapa, do me thënë, gjendjen që kam kaluar dhe... Po pse nuk e denoncove? Në atë moshë, të them të vërtetën, unë nuk kam ditur e para dhe dyta vëllezrit, kisha frikë, zënja e visë, të them të vërtetën. Ndjeja frikë gjatë gjithë kohës, edhe sot jam një njeri që ndjej frikë për çdo lloj veprimi, çdo lloj akti. Qartë, kush e mori vendimin për të divorcuar, ti apo zotria? Unë kam ikur. A i e pranoj divorcin? Lehtësisht, si e pranoj këtë divorc? Me shumë vështirësi, nuk e ka dashur që t'i kthehem sërish, por unë nuk ju ktheva më. Mora vetëm dy vajzat edhe u largova. Qartë, se the pati dhe ndërhyrje të familjes së ti, që donte, që djalin ta kthente në vendin e tij dhe jo në vendin tënd të origjinës. Pra ai të shkonte pranë familjes së tij dhe jo të jetonte me ty dhe pranë familjes tënde. E the pak më përpara. E donin pranë familjes, gjë që unë kontributet kanë qenë vetëm të mia, sepse unë praktikoja në fenë kristiane, edhe aty kisha disa donatorë, për shkak të vajzave, edhe më ndihmonin edhe aty në qytetin e tij që isha, edhe do me thënë një periudhë të shkurtër, 6 muaj ose 9 muaj mund të them, kishim marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, sepse unë kisha buxhet të themi të mirë. Edhe pasi donatorja e vajzës të dytë, ishte një zonjë nga Zvicra, i preu këto të ardhura, sepse ashtu e pa të arsyeshme, edhe ndërkohë familje burrit nuk krijonin situata që neve së mbajmë këtu, ti ka ti ku ishe, gjeni mënyrën e ti jetuarit vetë, edhe që kështu fillojnë konfliktet sepse baba i vajzave as nuk punonte, po edhe kur punonte ndonjëherë, se ishte punëtor krahu, kur punonte ndonjëherë ato lekët i linte në bixhoze, i konsumonte alkool. Edhe që kështu pa përgjegjshmëri në mënyrë, si të ta them, nuk gjej dot fjalë. Gjithsesi, do doja të dija, ju drejtuat gjykatës për një divorc ligjor? Po. Pas një viti e gjysëm, 2 vjetëve, pasi u rikon pak me fëmijët, ndërkohë që zonja nga Zvicra e mori vesh edhe kishte një banesën e saj që ushtronte një periudhë që mbante gratë e dhunuara kështu, me sa informacion kam unë, dhe unë u akomodova aty tek zonja, për një kohë të shkurtër sa mu mirëkëmbën fëmijët, u futa dhe në punë, edhe kështu vazhdoj pas ta hapa divorcin. Qartë. Çfarë vendosi gjykata, që fëmijët i mbaje ti, apo jo? Po, fëmijët... Dhe ai duhet pagonte një detyrim ushqimor të përmuajshëm. E dha ndonjëherë detyrimin ushqimor zotria? Atëherë, kur unë kam marrë divorcin,
babai vajzave nuk ka rënë dakord, edhe shpenzimet e gjyqeve të gjitha unë i kam bërë për psikologe e për gjithka. Qartë. Ndërkohë që zotëria nuk ka bërë asnjë lloj veprimi as për kontributin e fëmijëve për rritje, ushqim, çfarë i caktoi gjykata. Sa shumë, a e di sa shumë? Për 50.000 lekë të vjetra për secilën vajzë. Pra 100.000 lekë të vjetra për të dyja, dhe ai nuk i ka dhënë asnjëherë këto para. Jo, asnjëherë. Ti nuk arrite ta ndiqe as me zyrën përmbarimore? Atëherë unë kam shkuar disa herë edhe vetë fillimisht e kontaktoja, ndërkohë zotëria nuk më përgjigjej, nuk donte të më përgjigjej. Thoshte i more ti në ngarkim, u përgjigje ti për fëmijët, bëj qartë të duash, e shumë fjalë, do me thënë që s'është e përshtatshme që unë. Po takimin me vajzat e kërkonte ky zotëri? Asnjëherë. Dhe shprehmisht vajzë e madhe e mban mend shumë mirë dita sot që thotë që thoshte një fjalë që unë atë kohë dhe në atë periudhë nuk e kuptoja, të them të drejtën, ndoshta duket e pabesueshme, po sinqerisht nuk e kuptoja. Kur s'kam syt nuk më duhen vetullat, thoshte. Po. E qartë. Pra, ai as ka paguar detyrimin ushqimor, as ka kërkuar takim me vajzat, dhe sot dy vajzat e mëdhaja janë 23 dhe 20 vjeç. Ti vetë, përpara se dalim edhe tek vajza e vogël dhe tek martesë e dytë, a ke komunikim me vajzat më të mëdhaja se ty? Po. Ke komunikim me të dyja? Kam shumë të mira, kaloj mirë me njëra tjetrën, mundohem me sa ka mundësi dhe përtej mundësi dhe i ndihmoj. Kemi marrëdhënie shumë të mira. Keni marrëdhënie të mira. Vajzat flasin me babain sot që janë të rritura? Atëre ku ka qenë vajza e dytë edhe e para, do me thonë, kanë qenë në një moshë relativisht 9 ose 10 vjeçe, edhe unë kam pasur ditëlindje në atë kohë, edhe vajzat si zakonisht që si çdo familje mundohen që prindin ta gëzojnë sa do pak. Edhe më thonë, mami, ne nuk kishim dhe vërtet nuk kishin lek, edhe më thonë, mami, nuk kemi lek të bëjmë një dhurat. Edhe unë që doja që vajzat në të ardhmen të kishin mbështetje, të kishin një krah të djathtë. E them, mami, nuk do dhurat, po unë atë periudhë kisha një javë që flisja me ish bashkëshortin tim, edhe i them, dhurata më e mirë për mami nësë që ju të veni të shikoni babain, ta njihni babain. Edhe të kjo filloni ato komunikimet me njëri tjetrin. Unë për këtë gjë ndihem fajtore, sepse vajzat i kam çuar vetë, unë personalisht, ai nuk ka ardhur asnjëherë, ai ka bërë një martesë tjetër, ka një djalë. Po. I kam vajtur, i kam çuar vajzat, me sa kam pasur mundësi, nuk i kam lënë edhe fëmijën e tij, e kam respektuar, që mos të ndihesh ndryshe nga vajzat e mia. Ndërkohë që i mbajti vajzat 10 ditë edhe gruaja e tij, me sa më thanë vajzat, i trajtoi shumë keq, edhe në orën 2 të natës më ka marrë në telefon, më ka thënë, nisu urgjent të vish të marrësh fat për shprehjen. Jo, të lutem, transmetim, të lutem. Jemi në një fashë orari që ndiqemi nga gjithë grup moshat. Nuk mund ta themi dot. E di që është një shprehje e rëndë, por do ta lëm këtu. Më mirë kupto për këtë gjë. Pra, se duhet japim edhe mesazhe tek publiku. Mirë, të ndalojmë pak tek gjithë kjo situatë, e munduar që ato të kenë një marrëdhënie me babain, unë të bëra një tjetër pyetje. Sot si janë marrëdhëniet e vajzave me babain, por përgjigjen ma jep menjëherë pas hapësirës publicitare se nuk kemi dalë ke martesa e dytë dhe për treguar pse vajza e dytë dhe kjo më e vogla nga martesa që bëre pas babait të vajzave mbas martesës së parë, përfundua në jetimore ku në moshën 18 vjeç vajza që aktualisht është 20 vjeç ka dalë nga institucioni, por ka mbetur motra e saj 15 vjeçare që ka ardhur si fëmijë dhe rezultat i martesës tënde të dytë, për cilën do flasim menjëherë pas publicitetit. Publicitet dhe rikthehemi menjëherë në studio.
Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë për të vijuar bisedimin me zonjën 39 vjeçare, është nëna e 3 vajzave dhe vajza më e vogël, vetëm 15 vjeç, vajza nga martesa e dytë, ka mbetur në institucion sepse vajza e vogël nga martesa e parë, pra vajza e dytë e zonjës që sot është 20 vjeç, ka qenë me motrën për një periudhë kohe në jetimore dhe në moshën 18 vjeç ajo është larguar dhe aktualisht është 20 vjeç. Zonjë, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëherë, mbas sa kohë është i bëri një martesë të dytë, se u riktheve tek nëna jote, por çfarë ndodhi? Pas një vit e gjysmë, kisha shoqëri me një vajzë dhe kështu e kisha njeriun e saj, për mos u bërë barë në familje, vendosa për të krijuar një familje. Çfarë nuk shkoi te kjo martesë e dytë? Çfarë ndodhi? Atëherë, zotëria vinte nga një divorc dhe ai ishte me fëmijë edhe kishte një vajzë me vete. Menduam të ndërtonim një familje gjatë kësaj periudhe. Unë nuk e dija që zotëria ishte i sëmur në ana psikologjike, do me thënë të shëndetit mendor, kishte probleme. Por gjatë kësaj periudhe një vjeçare erdhi vajza në jetë, vajza e vogël, që sot ndodhet në institucion, edhe ashtu filloi dhun pretendime se unë nuk isha gruaja e dur për të. Edhe ndërkohë që shkovëm njerë për vizitë edhe doktori e mori situatën në dorë, e shquam në spital e gjëra të kësaj natyre, u kujdesa për një kohë të caktuar, po më ushtronte dhunë dhe kisha të pamundur që të jetoja më me të. Qartë. Të bëj një pyetje, po si ka mundësi një njeri që vua nga shëndeti mendor jetonte së bashku me fëmijën e tij vajzë? Do me thënë, vajzën e tij e mbante në periudhën që ai nuk kishte krijuar martesë me mua, e mbanin familja e ish bashkëshortes të tij, ndërkohë dhe ai, do me thënë, e takonte me raste, po kur më mori mua, vendosi për ta rritur neve të dy bashkë. Po jo, është shumë e çuditshme që një person që vua nga shëndeti mendor nuk është i aftë për të rritur fëmijën e tij dhe jo më për të rritur ti vajza timore ndërkohë. Po, i kisha unë vajza. Do me thënë një vajzë e kishte ai dhe 2 vajza ti, 3 vajza, erdhin në jetë edhe fëmia i 4. Po. Pra ti dhe fund për shkak të problemeve të shëndetit mendor që ai kishte. Dhunës që ushtronte dhunë, po. Me mirë kuptim me këtë zotëri apo me vështirësi? Të them të drejtën, pasi zotëria o bë mirë edhe sot e kësaj dite ne kemi komunikim të mirë të themi, edhe gjatë kësaj periudhe do me thënë që ne jemi divorcuar, kemi pas kontakte edhe më kanë ndihmuar për vajzën e vogël, të them të drejtën, me sa ka pasur mundësi edhe unë kur kam ndjerë vështirësi, kam kërkuar ndihmë dhe ai më shpërgjigjur. Po mirë, tani lind pyetja, pse vajzën e vogël nga martesa e parë dhe vajzën që pate nga martesa e dytë, ti i çove të dyja në jetimore? Për çfarë arsye? Për t'i rënë edhe pak më shkurt. Po? Atëherë, unë mora një shtëpi me qira dhe jetoja me vajzat, ndërkohë që prezenca e tia ishte na vinte një në disa kohë, edhe kur kisha probleme, kur kisha nevojë për të, e telefonoja dhe gjëndesh pranesh. Ndërkohë vajzat filluan arsimin dhe në shkollë, edhe mora një shtëpi me qira, po të kjo shtëpia me qira unë nuk e dija se kush ishte pronari kësaj shtëpie, dhe një njeri i afërm i tyre më jep banesën me qira. Po të pa rregull, do me thënë, pa kontrat, pa një deklarat. Ndërkohë që zotëria më vjen natën në orë të vona, edhe kërkonte të më ngacmonte seksualisht dhe unë ndërkohë për të vetë mbrojtur jam kthyer duke e quajtur, edhe zotëria nga i nati më vjen edhe më mbyll në derën kur unë nuk isha në shtëpi, se të nesmen kisha ikur për në punë dhe ishin vetëm vajzat në shtëpi, dhe neve u gjendëm në rrugë atë ditë, pasi që në darkë ta asaj dite unë vajta në polici, bëra kallëzim, dhe çështja e zotërisë ka kishte kaluar në prokurori. Dhe disa të afërm të tia zotërisë më vinë, më takojnë afër të dera e prokurorisë dhe më kërcënojnë. Që nuk dhe ta vazhdosh më teje gjëra të kësaj natyre. Unë si e vetme, e pa mbrojtur, si të them, e kam bërë këtë kallëzim edhe më tej nuk i kam shtukuar për këtë arsye se jam trembur.
Dhe për këtë arsye ty të morën vajzat? Atëherë ne u gjendëm në mes të rrugës edhe disa policë aty të qytetit ku unë isha, më rekomandojnë dhe më thonë që shiko se vajzat të qëndrojnë aty për një javë sa të rregullosh disa gjërat e tua dhe ti e ke të drejtën për t'i marrë. Tani, sa ishte vajza e madhe dhe sa ishte vajza e vogël? Vajza e vogël ishte 7 vjeçë sa kishte filluar klasën e parë. Po? Dhe vajza e dytë ishte, mos të gënjej, në klasë të tretë. Ndërkohë që vajzën e madhe unë e kisha të njerëzit e mi, të vëllai tim i vogli. Po, që nga ajo kohë, ku vajza ishte në klasën e tretë, pra duhet këtë qenë diku 10 vjeçë? Po, 10 vjeçë. Edhe pse me llogari nuk më del, sepse përderisa e vogla është 15 dhe madhja është 20, ato kanë 5 vite diferencë me njëra tjetrën. Pra, nëse vajza e vogël ka qenë 7 vjeç, vajza tjetër ka qenë 12 vjeçë. Por gjithsesi, diku kështu. Klasë të tretë ka qenë, mbaj mend shumë që ka qenë në klasë të tetë. Por kanë qëndruar shumë kohë në institucion. Ti nuk vajte asnjëherë për t'i rimarrë, sepse vajza e madhe ka qëndruar deri në moshën 18 vjeç dhe vetëm përpara 2 vitesh ajo e ka lënë jetimoren për t'u bashkuar motrës së saj. Atëherë, zonja Evis, unë gjatë kësaj periudhe që u mundova, i mora shtëpinë, ja krijova kushtet fëmijëve dhe më kërkuan një vërtetim që unë isha në marrëdhënie pune. Po. E mora, e dorëzova në institucion, në bashki në gjitha institucionet përkatëse, dhe më thoshin që shiko se të duhet ky vërtetim apo një tjetër që zaktësisht tani nuk i mbaj mend, dhe sa herë që veja në punë në mëngjes, unë veja te dera institucionit, takoja fëmijët. Kur vija në puna, takoja fëmijët, po gjithmonë duke nënshkruar aty në atë dosje, dhe takimi, dhe të shtunë dhe të diel, unë vajzat gjithmonë i kam marrë në shtëpinë time. Po. Gjatë kësaj periudhe, po. Mua çdo herë që unë i bëja gati gjërat, çdo herë mua më nxirrte bashkia e qytetit, më nxirrte një justifikim. Ndërkohë që unë, të them të drejtën, jam agravuar, kam bërtitur, kam uluritur, kam tentuar disa herë të bëj dhe vetë gjyqësia atje, sepse vajzat e mia, kur unë isha në marrëdhënie pune, dhe asnjë gjë e keqe nuk mund t'i ndodhte në familje tek unë, dhe sa herë që unë i mirja vajzat me pushime verore në shtëpi për 3 muajt e sezonit, vinin te bashkia, shërbimi social për fëmijë, bënte vlerësimin dhe gjithë të kohë deri në ditën që ne flasim sot, kanë dalë të gjitha pozitive. Shiko, të të bëj një pyetje se sa po e the. Ke ngritur dhe zërin, është dëshpërimi, thirrja për ndihmë, rikthimi i vajzave, ke dashur të bësh edhe vetgjyqësi, por nuk e ke menduar që kjo vetgjyqësia, ngritja e zërit, ndoshta akumulimi i një stresi të madh dhe ta kuptoj pse të ka penalizuar që ti merrje vajzat dhe nuk kuptoj edhe një gjë tjetër. Kur thua që partneri i dytë edhe sot të gjendet pranë, pse nuk arriti të paktën ai të merrte vajzën e vet? Se vajzën nga martesa e parë mori kur jetoj me ty. Po këtë që bëri me ty, pse nuk arriti ta merrte, të kujdesej? Atëre, kur kemi vajtur atje, unë kam njoftuar babain e vajzës të vogël, e kam thënë që mua ma ka marrë institucioni vajzën. Ndërkohë kemi vajtur... Jo, ti e çove në institucion, se the, ishte këshilla e policisë, apo jo? Po. Po pra. Atëre, kemi vajtur, jemi interesuar në institucion, në bashki, që të dy bashkë, për të marrë vajzën. Qartë. Po mirë, pse u transferuan të dyja vajzat nga qyteti juaj dhe erdhën në Tiranë? Të dyja kanë ardhur në jetimoren e Tiranës? Në shtëpinë e fëmijës? Jo. Jo. Atëre, kur vajza e dytë mbushi 15 vjeçe, kërkuan ta transferonin për në Shkodër. Po. Ndërkohë unë i kisha të tëra në rregull, një kontratë qiraje të shtëpisë. Qartë. Një punë që e kam të vërtetueshme. Po. Dhe institucioni aty kishin ndikuar tek vajza dhe i kishin thënë, shiko se ti do kesh më të ardhme, më të mirë atje, sepse kushtet e mami ti nuk i ke. Dhe paga që merr mami, ti nuk të mjafton për të arsimuar dhe për të shkolluar. Çfarë ndodhi? Dhe vajza në atë mos që kishte normale u ndikua. Po çfarë ndodhi? Ku shkoi vajza? Vjen në shtëpi tek mua. Vjen fshehura ka përcen gardhet, vjen në shtëpi tek mua.
Ndërkohë, mua më merr policia dhe më shoqiron në komisariat. E qartë. Për arratisin e vajzës nga institucioni. Ndërkohë, më thonë, u bë një mbledhje bashkisë këtu në qytetin ku jam. Po. Vajza do vetë përkohësisht atje për 1 muaj, 2 muaj, sa neve të shikojmë situatën që ti je dhe ne vajzën do të ta kthejmë. Gjë që nuk ndodhi. Vajti në Shkodër, vajza e dytë. Po, vajti sepse mua më vërën para përgjegjësisë në qoftë. U ndan nga vajza e vogël. U ndan. U ndan të dyja. Kur mbushi 18 vjeç, ajo ti ka shpjeguar të gjitha dhe është rikthyer dhe është me motrën e madhe, apo jo? Po, jo, motra e madhe, vajza e madhe është e martuar, ka ndërtuar familjen e saj. Po se të pyeta pak më përpara si është marrëdhënia me të dyja dhe më the është shumë mirë. Po, e kam shumë afër vajzën e madhe, do me thënë... Po të dytën ku e ke 20 vjeçaren? E dyta është në Tiranë. Si është jeta e saj? Ke marrëdhënie me të? Po, shumë e mirë është. Shumë e mirë. Është shumë mirë, vazhdon punë, jeton shumë mirë. Pra, 23 vjeçaria e martuar e ke shumë pranë, 20 vjeçaria doli nga institucioni është në Tiranë, apo jo? Dhe marrëdhënien e keni shumë të mirë. Tani, dua të di si erdhi në Tiranë vajza e vogël dhe si është gjendja e saj sot sipas teje. Se sipas nesh dhe institucionit do ta tregojmë pak më vonë, vetëm të lutem pak shkurtimisht. Atëre, gjatë kësaj periudhe që vajza e vogël më mbeti vetëm këtu, takimet e mia, si të dyja vajzat, si vetëm që ka qenë vajza e vogël, kanë qenë ekstremisht nën kujdesin e vajzës. Dhe po t'ja hapësh dokumentat, po t'i shikosh do thuash vajzat kjo i ka pas në shtëpi, jo i ka pas në institucion. Qartë, unë dua të di ardhjen e vajzës në Tiranë dhe si është marrëdhënia jote sot. Më lajmërojnë ditën e fundit, institucioni këtu, paraprakisht, me sa di unë, me dijen time, duhet që prindi të lajmërojnë përpara 6 muaj që të përgatitet dhe fëmia dhe prindi. Ndërkohë, mua më kanë lajmëruar orët e fundit që vajza ditën e 2 ose të 3, mos gabofsha, më thonë që vajzën neve do ta transferojnë për në Tiranë. Ishte më arsyeja pse? Sepse do rregullohet institucioni këtu dhe vajzën, do me thënë, e tepërt ndaj të gjithë fëmijët që ishin 38 fëmijë apo 40 fëmijë, vetëm vajza time ngeli e tepërt për të shkuar në Tiranë pa mbushur 15 vjeç. Paraprakisht, një fëmijë duhet të mbushi 15 vjeç kur bën largimin nga institucioni. Dhe unë i them, përse nuk ma jepni në shtëpi, vlerësimet e mia kanë dalë gjithmonë pozitive. Interesi tim, ju e dini shumë mirë se si është, për pse nuk ma jepni vajzën në shtëpi. Ndërkohë që vajza e dytë në Shkodra kishte dalë. Për çfarë arsye nuk ma jepni vajzën, i kam thënë. Ma jepni vajzën, ati monitorojeni. Sa kohë ka në Tiranë vajza, të lutem, sa kohë ka në Tiranë vajza? Vajza ka rreth 6 muaj që është në Tiranë, dhe në kohën që ka vajtur vajza aty, unë nuk vajta për 10 ditë derisa mora leje nga puna dhe shkoj në Tiranë. Për të njohur me stafin e institucionit. Ndërkohë, vajzës i kishin dhënë medikamente. Për çfarë? Atëre, mua nuk më tregoi, por kishte shkuar vajza e dytë dhe i thotë, shikoj, thotë se unë pi ilaçe, i thotë, po unë nuk i pi me vërtet, thotë unë i hedh poshtë se këta më janë pin ilaçe. Ndërkohë, kur vi unë në qytet, ku jetoj, më merr vajzë e dytë dhe më thotë, ma, shikoj se vajzës i japin ilaçe, se ilaçe. Komunikoj me drejtoreshën dhe i them se ka mundësi për çfarë i pi ilaçet vajza. Vajza, një ditë më përpara kishte ikur në institucioni dhe kishte dalë në mes të Tiranës. Një grua më merr në telefon dhe më thotë, zonjë, kërkon fëmia tonë të flas me ty. Dhe e pyet vajzën ku je, jam në mes të Tiranës, thot mami, dua të vi tek ty. I them në mënyrë se vajzën në atë periudhë të dytën e kam pas po në Tiranë. Ka vajtur në kohë rekorde e ka gjetur vajzën. I thash asaj zonjës, të lutem, ma mba vajzën sa të vim, ta marrim vajzën aty. Dhe ndërkohë vajza u kthye në institucion, më shpjegon, më thot drejtoresha, i kam të faktuar atë gjitha këto. Mos më kërkon mua përgjigje të jap, po meru me institucionin e qytetit ku je, që ka qenë vajza në institucion. Se vajza neve na ka ardhur me shenja dhe me një xham që tentonte dhe priste veten. Pra, dëmtonte veten. Dëmtonte veten. Ndërkohë unë u alarmova. Dhe nisem sërish për në Tiranë.
Dhe i them zonjës, çfarë medikamente si me jep një vajzës dhe pse nuk jam lajmëruar unë si prind, të më thoni që situata e fëmijës është në këtë gjendje. A mund të të bëj një pyetje gjatë këtyre 6 muajve, se sa më shumë detaje nxjerrim, më shumë rëndojmë edhe gjendjen e vajzës dhe nuk do doja të dilja në detaje kaq të hollësishme. Më mirë kuptoj për këtë gjë. Atëherë, ju e tha gjithçka dhe ne po e kuptojmë se çfarë po ndodh aty, por edhe në marrëdhënien tuaj. Atëherë, në këto 6 muaj sa herë ke takuar ti vajzën, sa herë ke ardhur në Tiranë? Disa herë kam bërë rregull, domethënë në javë kam bërë vajtëardhje çdo ditë. A i ke premtuar vajzës që do ta marrësh nga ky institucion? Po, dhe më merrte drejtoresha zonja Aviz dhe më thoshte mos i premto vajzës që ti do ta marrësh sepse vajza bëhet shumë keq se të kërkon. Në qytetin ku ti je, t'janë ofruar nga bashkia kurse prindërimi? Asnjëherë. As ndihmë ekonomike, vetëm një herë më kanë dhënë, domethënë 3 herë për një ndihmë ekonomike, as i kam kërkuar për një banesë sociale që nuk e kam pasur shumë të nevojshme, se jam shumë aktive, punoj vetë, kam bërë 12 orë punë që si fëmijëve të mi. Qartë, nuk të kanë ofruar asnjë lloj ndihme. Nëse bashkia e qytetit ku ti je të ofron kurse prindërimi, ti do t'i frekuentosh këto kurse? Me 100% dhe do ta kishim bërë zonja Evi, se unë kam 8 vjet, kam kaluar në stres, vetëm qaj kam vetur vetëm që një 30 vjeçe. Po, e kuptoj. Po babai i vajzës, e kërkon vajzën, shkon e takon në Tiranë? Në Tiranë nuk ka shkuar se është jashtë Shqipërisë, po kur ka qenë këtu po e ka takuar. Si është gjendja e tij emocionale sot, se më thej vuante nga shëndeti mendor? Sot është e qëndrueshme, ka mënyrë komunikimi të qëndrueshme. Vajza e tij nga martesa e parë ka trashëguar diçka nga sëmundja e shëndetit mendor të babait? Ai kishte kaluar një stres për shkak se ishte divorcuar, po nuk e kishte aq shumë të rënduar. Ishte gjendje, domethënë e ka përjetuar keq, po sot është shumë stabile. Nga familja e tij ka vuajtur më parë një njerëz nga shëndeti mendor? Jo, janë shumë në rregull gjithë. Jo, dua të di, në qoftë se edhe vajza juaj se the merr disa medikamente në jetimoren e Tiranës, do doja të dija mos trashëgon diçka nga sëmundja e babait? Jo, zonja Ervi, sepse në dokumentin aty tek institucioni në Tiranë është shumë qartë e shkruar në dosje që fëmia kërkon nënën, prandaj është në këtë situatë dhe është mos përshtatje ambientit. E qartë. Vajza që ditën e parë që ka vajtur aty se emocionit e mami. E kuptoj. Historia jote është shumë e gjatë, nuk mund dalin 2 pjesë emisioni, sepse pjesa tjetër i takon të 2 zonjave të kanë dëgjuar me vëmendje, njëra prej të cilave, sidomos psikologja, e di pak a shumë sepse ka pyetur në jetimoren e Tiranës dhe di pak a shumë problematikën e vajzës. Të lutem bëu pak e fort, mos qaj. Do rilidhemi vetëm pas pak sepse avokatja di edhe pjesën tjetër, edhe atë që ti rrëfeve, do të shikojmë edhe rrugën ligjore, vetëm të lutem, gjatë hapësirës publicitare mundohu të jesh e qetë. Publiciteti i dytë dhe i fundit dhe rithemi në pjesën e tretë për dëgjuar zonja tona. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit dhe është momenti në fakt për dëgjuar ekspertet tona. Ashtu siç bëra me dije që në minutën e parë të këtij emisioni, për të qenë transparent dhe për ta çuar punën ne si gazetar, duke përfaqësuar edhe televizionin News 24 si media më e madhe informative në vend, kemi kontaktuar me jetimoren e Tiranës. Aty ku ndodhet vajza 15 vjeçe dhe këtë e kemi bërë nëpërmjet psikologës Eksena Qerici, e cila i është dashur të largohet nga studio, të ndodhet në ambientet e televizionit ton dhe të ketë komunikime me drejtoreshën e institucionit ku ndodhet vajza 15 vjeçe. Në fakt kemi pasur komunikim të gjatë me zonjën, i ka sqaruar të gjitha me detaje, pa nxjerr informacione nga dosja e 15 vjeçares e cila ndodhet në institucionin që përfaqësoi zonja. Megjithatë, ajo telefonoi, nuk pranon të jetë përballë nënës apo të komunikojë me mua si gazetare, por po komunikon vetëm me psikologen Eksena Qerici që do vi me informacionet dhe me bagazhet e saj në lidhje me rastin. Por fillimisht gjeni edhe pse të kisha fokusuar si të dytën për të komentuar pasi të dëgjonim se çfarë ka dosja dhe çfarë pretendon institucioni, me sa duket ajo që ne
mundëm të analizonim të treja, është që dosje që ka ardhur në Tiranë nuk është dosja që është formuar ashtu siç duhet nga qyteti ku ndodhet zonja. Zonjën duhet ta kem në lidhje, ju lutem regjia, që ajo edhe të dëgjoj se çfarë ndodh, edhe mund të ndërhyj sa herë të doj. Gjeni, kush është rruga ligjore që duhet të ndiqet? Pse është penalizuar sipas teje ligjërisht kjo nën? A ka të drejtë ajo ligjore për të ardhur në Tiranë dhe për ta kërkuar vajzën duke qenë se thot kam një shtëpi, kam një punë, të lutem zonjë qetësohu. Unë bëhu e fort, e dëgjoj që qanë vazhdimisht. Të lutem qetësohu, se nuk mund të flasim dot, jo, nuk mund të flas dot me zemër të hapur pastaj. Dua të jem transparente me ty, të mos cënoj ty si nën, mbi të gjitha mos cënoj fëmijët e tu, po mos cënoj as institucionin e Tiranës, se ne e kemi analizuar dhe e kuptojmë ku është gabimi. Gabimi mbetet ke institucionet e qytetit ku ti je. Ato kanë sjell një dosje të gabuar që po të penalizon ty sot. Gjeni. Atëherë, në bas të rrëfimit të zonjës, ka disa elementë në cilën ne kemi shkelje ligjore. Që në moment në parë që është martuar minorene, pra ka nisi martesë në moshën 16 vjeçare që është shkelje ligjore. Dhuna e ushtruar ndër vite nga partneri i cili ka 2 fëmijë. Më pas një martesë e dytë, e cila gjithashtu rezulton me një dhunë, por që nuk deklarohet dhe nuk denoncohet. Dhe në fund një denoncim i cili është bërë në vendin në cilën jeton zonja për një ngacmim seksual që prokuroria nuk ka nisur hetimet. Gjithë saga e vuajtjes të zonjës mbyllet me faktin që sot nuk ka asnjë nga vajzat pranë, dhe sidomos vajza me të cilën është drejtuar dhe emisioni ton. Atëherë, rastin fjalë ka të bëjë me një dosje e cila është dërguar nga qyteti i zonjës për fëmijën e cila ndodhet në Zyber Hallulli në Tiranë. Në dosje janë vendosur elemente të cilët ne na bien në kundërshtim me atë që zonja ka deklaruar deri në këto momente. Nuk e di nëse zonja ka nështruar një marrëveshje me institucionet që do të lëri fëmijët, pra ka një akt administrativ në cilën ti vendos të lësh në lirinë tënde të plot këto fëmijë në këto institucione? Atëherë mund të ndërry? Po, patjetër. Atëherë, në dokumentat që unë kam sot, unë nuk i kam pasur asnjëherë në dorë zonja drejtoresha e Zyber Hallullit. Më kam ndihmuar në pjesën dhe më ka thënë kur kam vajtur që të takoja vajzën, më ka thënë shprehimisht, moj vajzë, ku ke qenë ti gjithë këto vite, ke fjetur gjumë? Dhe zanën fillën, unë atje kam kuptuar, kur unë kam lexuar një dokument nga gjyqi, që unë nuk kam qenë asnjëherë prezente, se si jam bërë dhe si jam marrë këto vendime, dhe kur kam bërë divorcin me babain e vajzës të dytë, ka qenë i njëjti gjyqtar. Dhe unë kur kam vajtur, kam bërë vetëm divorc në anë të dyja palëve, ka qenë në dakordsi, që jemi dakord të ndajemi me njëri tjetrin, po kur jam bërë vendime gjyqësore për të marrë unë fëmijën, asë nuk jam pyetur, asnjëherë nuk kam marrë pjesë në për këto seanca, as fëmijët e mi ndërkohë. Atëherë, në momentin që ne kemi një proces divorci për fëmijë të mitur, normalisht duhet prezente psikologut, që cili bëhet një raport mbi gjendjen e fëmijës dhe një raport mbi gjendjen shëndetësore, psikologjike dhe fizike të nënës. Një vendim nuk mund të jepet pa qenë një prezente pa u pyetur fëmijët me anë të raporti. Pra, mendoj që ndoshta ka element që ndoshta nuk i keni në duar, por nuk është e mundur që një vendim gjykate të jepet pa këto element, pra është e pamundur. Ndoshta juve nuk keni dokumentacionin dhe duhet kërkoni dokumentacionin përkatës në gjykatën e cila ka dhënë vendimin për divorcin. Megjithatë, çështja kryesore është ajo që ju sot kërkoni të merrni fëmijën që ndodhet te Zyber Hallulli. Ka vendim gjykate me cilën ju është hequr kujdestaria? Atëherë, unë jam njoftuar, kur kam bërë divorcin me tim shoq, më kanë thënë që vetëm vajza do transferohet për në Shkodër, por jo që mua të më hiqet e drejta për fëmijën, gjithmonë ka necur, sot e 8 vjetë ka necur, vetëm duke më gënjur dhe duke më thënë, ti mund ta marrësh vajzën kur të duash për të dyja vajzat, ti mund t'i marrësh vajzat dhe jo më lartë se 2 vjetë për para, unë sërish t'i plotësova dokumentat për kontratë shtëpie, për punë, për t'i bërë të gjitha dokumentacionet e nevojshme, i kam paraqitur në bashki, më kanë marrë në telefon, më kanë thënë të marrësh vajzën, flitej për vajzën e vogël, dhe ndërkohë institucioni i qytetit që unë jam,
më kanë thënë që vajza do shkoj në një institucion tjetër për disa ditë, derisa të plotësojnë dokumentat dhe të bëhet gjyqi, që vajza të kaloj në kujdestarin tënde. Gjë që mua ma morën vajzën dhe s'ma kthyen më. Atëre, heqja kujdestarisë bëhet vetëm me vendim gjykate. Çka do të thotë? Duhet të jetë prezent një vendim gjykate momentalisht. Në të kundër duhet ketë një akt administrativ të nënshkruar nga ju midis institucionit në cilën ndodhet vajza dhe është ndodhur dhe më përpara në qytetin tuaj të lindjes dhe gjithashtu një dokument zyrtar i cili vendos transferimin drejt Tiranës dhe arsyet se pse është bërë transferimi. Pra është një dosje plotë e cila plotësohet dhe më pas vendoset ku është më mirë të jetoj vajza dhe pse nuk duhet jetoj me ju sot. Pra, ku është problematika? Përsa ko që ju referoni që keni një shtëpi me qira, keni një pag, keni mundësi për të punuar, keni një shëndet psikologjik dhe fizik, ku është problematika? Atëherë, më falë të ndërry pak të lutem? Po, vetëm shkurt të lutem se s'm ka folur psikologja saj është bashkuar studios. Po, e mirë kuptoj, kërkoj ndjes. Në momentin që unë jam shkëputur nga puna, nga marrëdhënie e punës, kam qenë në punë të zezë, që nuk më është siguruar për disa kohë. Dhe në momenti që mua më ka ardhur vajza nga institucioni i Tiranës, është bërë një mbledhje në bashki dhe më kanë thënë, gjatë 3 muajve që ti e mban vajzën, ti duhet të bësh. Të kesh shtëpin me qira, kanë ardhur e kanë vlerësuar shtëpin, bashkia i vendit ku jetoj, por gjatë kësaj periudhe unë vajzën i kisha me medikamente. Dhe nuk mund të veja në punë dhe kam vajtur në bashki dhe i kam thënë. Si mund të vete në punë se njëri tjetër të më shikon të vajzën nuk isha që unë të shkoja në punë. Dhe isha e detyruar që unë të mbikëqyrja fëmijën. Dhe në këtë kohë, më thonë këto të bashkisë, punojset, nuk kemi që atë të bëjmë. Qartë. Pra, ty vajza nga Tirana të ka ardhur me medikamente, nuk mund ta lije dhe është e kuptueshme në atë gjendje, përderisa dëmtonte veten e saj, dhe ndërkohë punojësit e bashkisë së qytetit të kanë thënë që nuk kemi ç'të bëjmë. Se duhet isha dhe në punë. Po, qartë. Se nuk është hera e parë që mua nga qyteti jot më vinë të tilla raste, të mos e specifikoj qytetin. Jo vetëm qytet, shiko. Nuk dua të specifikoj së fundmi rastin që ka ardhur nga qyteti juaj që e kemi bërë në sezonin e 2025-s, se kështu do identifikoj qyteti yt. Por aty ka ndodhur një ngjarje pa precedent të rënd, babain dhe nënën. Mirë, mos e përmend. Po. Jo, nuk e përmend. Nënën dhe babain të së cilës unë kam pasur në këtë studio dhe është e pa precedent dhe përsëri bashkia e kësaj. Kam qenë vetë prezente se çfarë ka ndodhur atje në institucion. Qartë. E qytetit ku jam unë, që më prezente dhe ma kanë mbyllur gojën. Qartë, mirë, e mbyll Gjeni se më duhet e pa nga planet edhe teleshikuesi ardhjën e Eksenës dhe kjo më intereson, Eksena sot, se është zëri dhe institucionit, po. Atëherë, parimi kryesor në momentin që zonja do të marrë vajzën, duhet të kërkoj në radhë parë dokumentacionin përkatës. Ti drejtohet institucionit për të pajisur me një akt i cili do të nxjerrë pa diskutim, sepse zonja nuk ka një vendim që është heq kujdestaria. Heqja kujdestarisë ndodh për raste shumë të rënda, ku është neglizhencë e madhe, kur janë veprime të cilat mund ndikojnë në jetën, shëndetin e fëmijës. Varfëria nuk ka bazë ligjore për të hequr një fëmijë nga nëna. Pra gjithmonë një shkaqe shumë madhore. Në çfarë do lloj momenti zonja është akoma kujdestare ligjore, ka të drejtë të kërkojë të gjithë dokumentacionin përkatës dhe pse fëmia e saj sot nuk ndodhet aty afër saj dhe pse është transferuar në Tiranë. Dosja zbulon gjithçka. Pa diskutim. Do kërkoj dosje me gjithë dokumentacionit dhe t'i drejtohet gjykatës në rast se ka shkelje të cilat faktohen dhe zonja është cënuar për shkak të një dosje e cila është plotësuar nga persona që nuk janë kompetent. Mirë, faleminderit Gjenit, paktën ka një dritë shprehse. Eksena, ishe më ndryshe përpara se të ndodhte edhe publiciteti i dytë. Më je kthyer, paktën më ai sa një, shumë më ndryshe dhe shumë më serioze, si është situata, të lutem. Situata është komplekse, Evis. Pra, nga gjithë historiku i zonjës e kuptojmë qartë që në vendin që jetojmë, nëse ti jeton në kushte të vështira dhe ekonomike dhe psikologjike, sigurisht institucionet ta vështirësojnë. Do ta nis nga fundi, nga fundi, që institucionet ku është vajza aktualisht,
e lejon ose e mundëson që zonja ta marri nëse zonja bën kërkesë të një MF-ja në Sarandë. Dhe aty fillon dhe ngec çështja. Sepse zonja ka bërë dhe kallëzim penal. Jo, është psikologja, të lutem, ata do ta lëm ta mbaroj deri në fund? Se ti për këto ke nevojë sot, se ti e tregove versionin tënd. Dëgjoj pak me kujdes. Këto që thot psikologja, unë e kam bërë kërkesën te IMF-ja. Në Sarandë. Të lutem, i ke bërë pikërisht? Po, i kam bërë, të gjitha i kam bërë. I ke bërë. Ke IMF-ja është bërë kërkesa. Pra, aty ku është përpiluar keq e gjithë dosja që është çuar në Tiranë, aty është bërë edhe kërkesa ke IMF-ja, por çfarë ndodh? Thuhet që në momentin që është aplikuar për nëna për ta marrë për fëmijën, sigurisht thuhet në ato dosje që nëna është e rrequr përpara noterit. Pra, ke shkuar? Kam qenë asnjëherë në noter. Nuk kam qenë asnjëherë, zonja Evis. Më falni. Qartë. Ja, shiko, e di si është kjo çështje se këto institucione përpara disa vitesh, unë e thash, kam pasur në këtë studio drejtoreshën e jetimores së Durrësit. Jo ti, po. Dhe kjo zonja tani u morë në telefon përpara se të hynim, diskutoj me psikologen dhe ishim më optimiste. Por është e pa precedent që kjo zonjë që s'do të dalin në një studio televizive, që merë në mënyrë konfidenciale psikologen e këtij emisioni, duke qenë se ka një bashkëpunim bashk, dhe e nxjerr edhe nga publiciteti, e nxjerr edhe nga pjesa e tretë e emisionit, nuk mundet tani ta bëjmë nëpërmjet të tretëve dhe të katërve atë që ajo kërkon të thotë. Unë e di që ajo nuk ka asnjë lloj faji në të gjithë këtë çështje. Por, më dëgjoj pak me vëmendje se të shërben edhe ty. Tham edhe një herë, nuhatja jone të trejave, por së bashku edhe me bashkëpunimin e drejtoreshës së Tiranës, është që ty të ka ardhur një dosje e gabuar. Dhe nga kjo drejtoresh, ne na duhet se ke kush noter pas ke qenë ti dhe nuk qenë ke paraqitur. Na japi emrin e noterit dhe çdo gjë zbardhet. Të lutem, më dëgjoj. Të lutem. Atëherë do më detyrosh të heq zërin nga studio. Ta dëgjojmë deri në fund psikologen. Ju lutem. Për të qenë korrekt, se e rëndësishme është që në mes kemi një fëmijë dhe kur flasim, e rëndësishme të jemi të kujdesshëm edhe në raport me pasojat e fjalive që themi. Sigurisht që kjo ka gjë ta ndodhur e gjitha në Sarandë. Pra, është transferuar sepse atje po rregullohet dhe janë transferuar të gjithë fëmijët. Dhe kjo është një vërtet shumë e dhimbshme të thosha, por që atje, pra sipas gjykimit profesional, pra sepse fëmia ka 9 vite në institucion. Po. Dhe si e tillë, pra institucioni e lejon, pra e ka hapësirën që nëse në një moment prindi dëshiron ta marrë fëmijën, asnjëherë nuk e pengon, por ka disa procedura të cilën e gjykojnë dhe analizojnë disa profesionistë. Pra, dhe në procedura e drejtoresha e Tiranës edhe një herë ka një dosje. Dosja ka prej shumë... një viti. Po, prej një viti, zonja thot 6 muaj, ajo thot një vit, nuk ka rëndësi kjo gjëja. Ka disa element të cilat të lutem. Jo, ma largoni pak regjia zonjën se ma ka bërë të pamundur. Dhe interesi nuk është zonja sot. Interesi është fëmia. Atëre, ajo është nuk duhet ballafaqohet me mua. Unë duhet bëj pyetjet e mia. Por faji është i një drejtoreshe që nuk del dhe të mbroj institucionin dhe t'ja thot nënës në sy. Por duhet të bëjmë tani puzzle për të arritur deri tek... Për të qenë sa më profesional dhe normalisht kur je... Po të jemi profesional duhet të ruajtur ca detaje, duhet të jemi të kujdesshëm. Eksena. Të kam dërguar diçka në WhatsApp, se po komunikojmë tani edhe me kode në transmetime dhe nuk na lejohet. Vetëm, Eksena, të lutem. E kuptoj e vis që pra është e vështirë për të analizuar një rast me dedikisht me gjithë të kompleksitet që ka. E di prandaj edhe të mirë kuptoj. Dhe e rëndësishme është që për mua profesionalisht të regohem sa më korekte në interesin e fëmijës, por edhe në këndvështrimin... Drejtoresha e Tiranës thotë që zonja nuk është paraqitur tek noteri. Jo, nuk flasim prapë, nuk flas prapë për Tiranën. Okej, flet qyteti. Pikërisht, nuk ka ndodhur kjo gjë. Pra, aktualisht institucioni që është vajza... Po ti këtë informacion nga Tirana e morë, apo jo? Pra, e rëndësishme është pra... Nuk tregojmë burim, po. Në institucionin ku qëndron vajza aktualisht, pra, edhe kërkesën për ta rimarrë fëmijën duhet ta bëjë një MF-n e vendit ku për të mos... Merr apo nuk merr medikamente vajza? Nuk mund të shprehem për këtë.
Pra, nuk mund të shpreh. profesionalisht nuk, sepse... Gjendet mirë për momentin, sepse nëna thot që vajza dëmton veten e saj, ose ka dëmtuar. Gjendet mirë? Nëna e mori përsipër, unë profesionalisht nuk marr përsipër ta analizoj mediatikisht këtë çështje sepse e di fare mirë se sa e rëndoi fëmijën dhe A është e gatshme Tirana se s'po marrin përgjigje Eksena? Pra, pikërisht, një zonë që të nxjerr nga studio që të merr përpara se ty në transmetim tani, marrin informacion. Pikërisht, për të qëndruar korrekt me procedurën. Pra, nëse ankesa e nënës është sepse ka bërë dhe një kallëzim penal dhe gjykata ka vendosur që pretendimi i nënës nuk qëndron. Pra ka bërë për të dyja institucionet, ka bërë një kallëzim penal dhe sigurisht që gjykata është shprehur që pretendimi i nënës nuk qëndron. Po. Pra e ka ngritur edhe në mënyrë institucionale këtë çështje. Hapi që duhet të bëj aktualisht nëna për të rimarrë fëmijën është në një MFN e vendit ku ajo është, duhet të bëj kërkesë. Dhe këto kërkesa, si të thuash, nga një MF-ja kanë disa procedura, që është pra procesi i fuqizimit, kursi prindëror, monitorimi, pra e monitoron një MF-ja me këto element nëse nëna është gati. Tani, unë kursin e prindërimit e pyeta nënën. Jo vetëm që do shkoja, tha. Jo vetëm që s'mja dhënë, po unë do shkoja, tha. Ka një hapësirë pra që unë ezitoj për të dhënë një koment, sepse nuk ta qetësojmë pak nënën si është gjendja e vajzës. Procedura që duhet të bëj kërkesë në një MFN e vendit ku, pra kjo është procedura kryesore. Bëj kërkesë që të marri vajzën dhe Shiko, unë kam shumë pikë pyetje, se në qoftë se flasim kështu për vajzën 15 vjeçe, po për vajzën 20 vjeçe, çfarë ka ndodhur? Nga mosha 12 deri në moshën 18. Edhe ajo ka pasur të njëjtat gjëra, se tani nuk e kuptojmë. E kanë marrë nga qyteti, kanë çuar në Shkodër. Ajo e ka mbaruar koqëndrimin e saj në institucion. Jo, pse nuk ja rikthye nënës? Duhet, prandaj them, nuk e njohim dosjen nga vendi i origjinës, aty është vështirësia. Po edhe po ta njinim, Eksena, çfarë do ndryshonte? Se këtu më duket pak këto misteret që si kuptoj. Çfarë ka çeduar nga ana profesionale? Pra, nëse zonja thot që ajo ka pas frikë nga opinioni, a ka qenë opinioni i punojësve një mënyrë paragjykuese që ka penguar punojësit për të mos ia dhënë nënës fëmijët? Se kjo është e rëndësishme, pra në vende të vogla, opinioni mund të bëhet edhe pjesë e procedurës profesionale, dhe pikërisht ky opinion ka penguar punojësit që të mos ja japin nënës fëmijë. Pra, mundet të rrezikohen edhe 3 vite të kësaj 15 vjeçare, sapo të bëj moshën e motrës së saj për të lënë institucionin e Tiranës, pra duhet i themi zonjës durim edhe 3 vite. Po që të mbetesh penge institucioneve, e IMF-s, e bashkisë së qytetit të zonjës, mënyrën se si përpilohen letra, ti thua që edhe dosje, ti thua që kemi ofruar kurset zonja thot as nuk mi kanë ofruar, një zonjë që është në punë, ka një banesë, pse nuk duhet kthehet fëmia tek nëna, Dhe kjo është e vështirë, se ne e njohim anën procedurale, pra me dosje ose me analiza dokumentash ne e njohim anën procedurale. Ajo që ne nuk kuptojmë... Ose institucionet, ose kjo zonja që komunikoj me ty drejtoreshi i Tiranës, edhe falenderoj, por edhe nuk kemi se të bëjmë këto pikpongjet, por di, mbroj institucionin, mbroj dosje... Për të kuptuar dhe qëllimin e mirë institucionale dhe etik që zonja krijoi në dëshirën e bashkëpunimin për të na dhënë një vizion sa më të qartë. Pra që çfarë shkon dhe çfarë nuk shkon. Pra, nëse në një institucion, në një rreth të caktuar, nuk funksionojnë procedurat dhe janë neglizhente dhe letrat bëhen pavarësisht se praktikisht nuk bëhen, dhe kjo është një praktik që njihet në shumë vende të Shqipërisë, në shumë rrethe njihet si praktik që funksionojnë në dokumenta dhe në jetën reale ato nuk janë të aplikuara. Dhe prandaj ne kemi këtë konfuzionin që e shohim të mirë dokumentuar dhe ndërkohë praktikisht nuk funksionon ose nuk përshtatet me rastin. Mirë, më duhet ta mbyllë. Gjen, thuaj edhe fjalën e fundit, kam kaluar çdo limit. Mendoj që të dy institucionet faktikisht akoma mbajnë vajzën dhe nuk e kthejnë, është sepse ka një vendim gjykate e cila ose e ka kufizuar kujdesarin ose e ka hequr. Pra për të çdo gjëje nuk kanë se si të ndodhi ndryshe, se është shkelje shumë e rëndë dhe asnjë institucion nuk e bën. Pra këtu ka vendim gjykate që ndoshta ne duhet ta lexojmë, ne japi zonja ta shikojmë dhe institucionet vetë për të mbrojtur, duhet sillen këtë vendim gjykate. Kallëzimi penal ka qenë për të dyja institucionet, për të dyja qytetet, si vendi si Tirana, por unë ju falenderoj të dyjave përpara se të falenderoj teleshikuesit, duhet jemi me nënën. Zoj, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. E ke dëgjuar edhe komentin e psikologës, e ke dëgjuar edhe komentin e avokates, duhet ketë një vendim gjykate, pavarësisht se ti thua që nuk është një tillë, ti ke bërë kallëzim penal.
Për të dyja qytetet dhe institucionet e dy qyteteve? Më kuptoj që edhe kohën e keni të limituar. Unë duhet ta mbyll. Unë doja diçka, më të lutem. Është fundi. Tani, unë doja të thosha këtë, që drejtoresha e institucionit të Tiranës mua më ka dhënë një vendim gjykate që unë nuk e kam pasur kur. E para, e dyta, fëmia është transferuar për 5 muaj në institucionin e Tiranës nga qyteti ku unë jam dhe fëmia sërish rrezikon që të transferoj sepse bën 15 vjeç. Do me thënë, fëmia tim po bet top futbolli. Pra, rrezikon ta lërë dhe Tiranën të shkoj diku tjetër? Po, sepse, ja të them diçka dhe të ma dëgjoj dhe psikologja dhe avokatja dhe i falenderoj shumë. Po. Atëhere, ky fëmijë kur patin që në fillim ju dhanë medikamente, mos për shtatje të ambientit. Nuk e marrin parasysh që dhe fëmia dhe kur të vej në atë institucion që ata e përcaktojnë, institucioni e përcakton, a do ketë rebelim të tillë fëmia, do ketë lëndime fëmia, dhe nuk do përshtatet sërish sepse ajo kërkon dhe pret që të kthehet tek nëna. E para kjo. Të lutem, e dyta dhe e fundit, vetëm shkurt, të premtoj do të kemi një herë tjetër të lutem, të premtoj të bëj dhe një emision të dytë. Unë jam gati në çdo kohë dhe do të ftoja diçka tjetër. Ju faleminderit shumë, po unë ju kam marrë në telefon dhe jam bërë pjesë e programit tuaj sepse dua zgjidhje. Dhe në këto 8 vite, unë jam shumë e sëmura në ana mendëri shpirtërore, psikologjike, kur mua më thonë që ti ke vajtu në një noter, në një gjykat që është zhvilluar një seancë gjyqësore. Si ka mundësi që unë s'kam asnjë të ma vërtetojnë Tirana apo Saranda që mua më ka dërguar një flet, edhe unë e kam firmosur. E para. Qartë. Dhe të lutem. Të lutem të përgjërohem. Kur fëmia ka qenë në shkollë aktiv, atje në atë dosje që unë kam lexuar, kam shkruar që fëmia nuk ka qenë në shkollë. Dëgjoj, unë të dëgjova dhe mu përgjërove, vetëm duhet të dish një gjë, që emisioni ka rregulla, ka një fillim, ka edhe një mbarim. Pra, gati nga 100% e minutave të këtij emisioni, 90% i ke shpenzuar ti dhe po merr një kohë të cilën unë nuk mund ta transmetoj dot, sepse është më shumë se sa limiti. Unë tu luta, e mbyllim këtu këtë emision për sot, për të ritakuar përsëri me dy zonjat në një ditë kur do ta lëmë të treja bashkë. Mirë? Inshallah, ju pres me dëshirën më të madhe. Faleminderit për mirë kuptimi, faleminderit dhe gjithë atyre që na kanë ndjekur në transmetim të drejtë për drejtë. Kjo histori do vijoj pas disa ditësh kur zonjat të jenë të lira e kanë përgjeni, sepse Eksena mund ta gjej kohën e saj dhe me një dosje më të plotë dhe me përgjigje më të plota për nënën e 15 vjeçares, bashkë takohemi deri asaj dite, në ditët në vijim me të tjera histori. Deri atëherë, miru takofshim.